i vje funi gjithë kësaj situatë të rronë, e kemi humbë shumë muaj, shumë javë, shumë ditë vlefshme për Kosovën dhe shumë mundësi. Besoj që sot është dita e kthesës, pra nga sot fillon me numëru koha ndrysh, dhe unë besoj shumë jam optimist se zgjedhja do t'jenë zgjidhja, edhe nuk do të humbim kohë pas zgjedhjeve tashme, pa do t'i kemi eleksionet e Kosovës. Vërtet ju kërkojmë falje qytetarëve të vendit, gjithëve, sidomos aty në që më prek më shumë, për këtë situatë që është kriju, po kemi qenë çdo herë në kërkim të zgjidhjes në kohë, por ka qenë e pamundshme ta rrihet një zgjidhje dur pa ata që kishin fituar një shumicë më të madhe të votave. Faleminderit Nadia. Zyrë Radina, më kërpisim se ka pasur lëndime që dikush nga deputetët e AK-s mund ta votojë Glau Konjupcën sot. A janë të sigurt me këto votat e AK-s? Aleanca është shumë e qëndrueshme në vendimet e veta. Çdo deklarim i ynë më përpara, ka qenë çështja e kryetarit të kuvendit, ka qenë i aleancës, jo vetëm i individëve. Edhe atëherë kur kemi votuar lirshëm, ka qenë vendimi i aleancës. Është vendimi i aleancës që votojmë kundër, pra kësaj kandidature, këtij mandatari, që po ashtu nuk ka shumë i qëndrueshëm, sepse edhe nuk ka paraqit në nënshkrimet, pra mendoj që zoti Konjupca duhet i kërkon falje qytetarëve që i ka vonuar 2 javë, nëse asgjë tjetër i ka vonuar 2 javë Kosovën dhe qendrën e Kosovës. Që komentoni seancën që u mbajt e që në fakt nuk u shpalli mbyllur, u la mundësia që të vazhdohet. Po, tani këto janë disa zhvillime që nuk janë funksion as të drejtës kushtetues të lishmërisë në Kosovë. Ne s'kemi marrë pjesë, nuk dojmë edhe me i komentu. Le t'japin llogari ata që po veprojnë kështu. Faleminderit që më duket na morën rendin. Faleminderit.